Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave dhe portaleve online dhe më pas me zërin e qytetarëve kemi mundësinë të sjellim këtu informacionet më të fundit që i gjykojmë të rëndësishme për të ndarë me publikun e madh të këtij mëngjesi. Gazeta Panorama sjell tituj të Dosja Balluku, USB-ja e Spakut që nuk u jepet deputetëve, çfarë po fshihet? Opozita pa akses. Një USB me mira faqe prova të Spakut kundër Belinda Ballukut ka mbritur në kuvend për një nga çështjet më të rënda që prek majat e qeverisë. Megjithatë, deputetëve të opozitës nuk u jepet aksesi plot në materialet hetimore, ndërsa mazhoranca ka ngul që provat të shqyrtohen vetëm me dyert të mbyllura dhe pa u marrë materialisht. Mes justifikimit të sekretit hetimor dhe zvarritjes procedurale, procesi për heqjen e imunitetit të Ballukut po kthehet në një test të hapur për transparencën e kuvendit dhe barazin para ligjit. Por, a është kjo USB sekreti që mbron pushtetin? Imuniteti Ballukut, Partia Socialiste bllokon shqyrtimin në kuvend. Rama, vetëm pasi të vendos kushtetuesja. Reagimi, Partia Demokratike, akt puçist i ministres po i krijohen kushte të manipulojë provat. Balluku, 300 apartamente, 14 supermarkete dhe 2 jahte luksoze. Akuzat rënditse të opozitës për pasurinë e ministres. Nga babysitter në Athinë që mezi siguronte kafshatën në bashki. Berisha skanon pasurinë e zëvendës ministres. Një opinion nga Benandoni mban titullin Fundi i qytetarit demokratik në Shqipëri. Nga Leonard Veizi, mes propagandës dhe bidonit, kur lekët e rrogës shkojnë për ujë dhe letër higjienike. Profesor Dr. Kim Drasa, nga PSA te PHI, një qasje e re për diagnostifikimin e kancerit të prostatës. Kompensimi, nga 29 dhjetori, pronarët që duhet të aplikojnë, emrat. Shkrimtarja Natasha Lako, poetja që i dha zë individit në kohë heshtjeje. Nga Pëllum Vreka, retushimi fotove në diktaturë. Nga Ali Këlqyra te Mefitli Bohova, si u zhdukën nga fotoja 10 bejlerët në krahët e Ismail Qemalit, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, grabitje me skemën paketa e maleve. Mal 301 hektar në Bregdetin Maminas Lals, skandali. Breguidetit e kodrinat për rreth nga Lezhë deri në Nart deklarohen si male që u kalojnë për lartësi Korabit dhe Tomorit. Në këtë territor të lakmuar në Bregdet, qeveria ka miratuar 20 zona zhvillimi me sipërfaqe 301 hektar, si gjoja zonë malore, për investime ndërtimi me resorte, hotele, komplekse vilash dhe pallatesh. Ja si po përdoret paketa e maleve nga investitorët strategjik si mjet i dezinformimit ekonomik. Krimi me iniciativën e paketës së maleve qëndron tek fakti se toka publike u falet oligarkëve për 1 euro, një shifër qesharake dhe ullët në raport me vlerën e çfarëdo lloj prone shtetërore. Kujtimet e veçanta të Qazimulletit për Ismail Qemalin, dosje, ish prefekti i Tiranës rrëfen si u përlot kur pa për herë të parë flamurin e kuq me shqiponjën e zezë. Si u ngrit flamuri në Tiranë dhe Vlorë, takimi me Ismail Qemalin dhe pse e emëroi nën komisar të prefekturës së Durrësit, ja familjet patriotike të Tiranës që mbetën në historinë e kombit. Nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit të Amerikës, botohet opinioni me titull Martin Luther Kingu për protestat paqësore. Nga profesor Shaban Sinani, profesor Korkuti, histori e shkencës arkeologjike shqiptare. Trump firmos ligjin, stop korrupsionit në Ballkan, duhen zgjedhje të lira, priten non grata brenda 90 ditëve ndaj liderëve të korruptuar. Vetingu i klaneve, ish prokurori Karanja, ja si antarja e kolegjit të posaçëm të apelimit Ina Rama, mbylli 21 janarin për një shtëpi dhe lidhjet me gardistin. Kryebashkiakja e Vlorës, Bruna Mersini, intensifikimi i kontrolleve në cep të territorit, masa ndaj shkeljeve mjedisore për objektet pa leje. Opozita, protesta kombëtare. Sot në orën 18, opozita ngrihet në protest përballë korrupsionit. Martin Henze, ish këshilltari Merkel, po sigur këto 300 banesa të ishin shtëpia e qindra familjeve pas 3, Kim Mehmeti, Enveri asgjësoi intelektualët, piktori pasurit. Bie siguria kombëtare.
kapja e aksit nga interesa krimi rrezikon sigurinë kombëtare. Sistemi tim si lëvizjeve të shqiptarëve mund të shitet 20 milion euro. Banka e Shqipërisë licenson beqirin Arati për para elektronike. Ismet Bellova, ikona e gazetarisë sportive, fletisht nxënësi i Politeknikumit, si e kam njohur mësuesin e shkëlqyer të fizikulturës Ismet Bellova. Mësuesit e çdo lëndë ne i shikonim si perëndi. Për profesor Bellova ishte i jashtëzakonshëm. Kujtojmë me nostalgji momentin kur dy mësuesit, Ismet Bellova dhe Alim Mema, të cilët ishin shok të ngushtë, bënin çmos na bënin tifoz me ekipet e preferuara. Mozaik dhe aktualitet, Gjikuria gllaberon 14 milion euro, shembet rruga Maliq Lozhan, shkrihen kompetencat e bashkive, inspektorati i ri merr territorin. Sefer Pasha, në gjurmët e aratisjes në Pogrades që tronditi Enverin. Raporti Shteteve Bashkuara të Amerikës, incidentet, si iku misioni amerikan nga Shqipëria. Mjekësi, kura e re kundër tumoreve, osteoporozës, hipertensionit e kollës, shkaqet e diabetit dhe problemet me veshkat, janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Kalojmë tani tek gazeta Dita, titulli i saj i madh, Misionar të vetëshpallur. Ky është titulli një analize nga Fatos Tarifa. Një analizë mbi pavdekësinë e të gjallëve dhe misionarët politik. Fjala misionarët është në thojza, për atë që pati mundësinë të mbajë mend për mirë, por zgjodhi të ishte i përjetshëm dhe i pavdekshëm në historinë e këtij vendi. Njerëzit mendja hapur, kokë lart, kurajoz, të pabindur e të ndershëm mbahen larg ose jashtë. Për ta nuk ka vend në politikën e duarve të pista, sëmundja më e rëndë e këtij shteti në këto 3 dekada e gjysmë. Zbulime të rënda në hetimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit. E kujt është zyra ku SPAK zbuloi një sistem përgjimi dhe vila ku zhdukën miliona. Një koleksion luksi me vlerë rreth 3 milion euro i gjetur në shtëpinë e Ergys Agasit u zhduk së bashku me pamjet në serverin e kamerave të sigurisë, pasi doganat nuk e vunë në ruajtje. A ndihmon histeria antikorrupsionin? Ky është titulli një analize nga Adrian Thano. Me të gjitha mangësitë e saj, reforma në drejtësi ka prodhuar hetime, akuza dhe procese që deri dje ishin të paimagjinueshme. Kjo e bën të pakuptueshme dhe dhunën politike brenda dhe jashtë kuvendit. Manipulimi, aktori Viktor Zhusti, si më mashtroi Adriatik Lapaj duke më përdorur foton. Aktori i njohur ka reaguar ashpër në rrjetet sociale pas publikimit të një fotografie. Nga Bedri Islami botohet shkrimi asnjë trokitje në qiellin e Dokles. Vargje nga Shkodra, unë nuk mund të jem Arben Duka, por rubrika e shëndetit, si ta kuptojnë vajzat që dalin natën kur u hedhin drogë në pije. Historia e një vajze 17 vjeçare që pasi e pësoi vet, u bë mësim për të tjerat. Këshilla, prindrit, fëmijët dhe dhuratat e fund vitit. Problemet e gjumit në moshat e shtyra, si të flem. Telebingo shqiptare, shorti me më shumë fitues se çdo vit tjetër. Shorti special i fund vitit Mega Bingo, 100.000 euro dhe një listë gjatë me çmime të tjera, është diçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Dita. Kalojmë tani në disa prej gazetave dhe portaleve online, fillojmë me gazetën Ekspres që del në Prishtinë, vitie përforcuar me Mërgatën, Abdigjiku për tubimin, një qytet i vendosur për ndryshim. Blerta Deliu akuzon qeverinë Kurti se po sulmon mendimin ndryshe. Ka një nxitje të një diskursi që kushdo që mendon ndryshe quhet spion i Serbisë. Influencerët janë për TikTok, jo për politik. Hoxha kritikon ashpër diskursin e Kurtit dhe mënyrën se si qeveria po manipulon opinionin e qytetarëve. Arianit Kosi, lirohet mërgjimtari që u arrestua në Serbi. Janë shkrime që vinë në faqen kryesore të gazetës Ekspres. Start News është portali që sjell shkrimet imuniteti i Ballukut, Rama i prerë. Nuk do të shqyrtojmë kërkesën e SPAK-ut pa vendosur kushtetuesja. E mbështetëm Endrit Shabanin si kandidat të opozitës. Konfiskimi ndërtimeve pa leje, drafti, si do veprohet me pronarët e Truallit dhe Blersit. Washingtoni mbështet integrimin e shpejtë rajonit të Bashkimit Evropian. Shtetet Bashkuara të Amerikës ligj për demokracinë në Ballkanin Perëndimor. Rritja e frikshme e emigracionit, mbi 2.2 milion shqiptar jetojnë jashtë vendit.
Banorët e prekur nga projekti TID në Durrës i kthejnë syt nga gjykata, kërkojnë kompensim të drejtë nga shteti për prishjen e shtëpive. Ambasada amerikane paralajmëron shqiptarët mashtrimit me martesat për dokumente përbëjnë krim. Miratohet buxheti 2026 i Bashkisë Kamës me votë unanime. 47.1% shkojnë për investime, mbështeten familjet në nevojë, arsimi, sporti dhe rinia. Ndahet nga jeta Ismet Bellova, zëri legjendar i komentimit të ndeshjeve të futbollit. A do angazhohet Altin Dumani në Kosovë? Ambasada britanike jep sinjale. Ekonomi. Nga 1 janari 2026, portal unik online punësimi që bashkon ofertat publike dhe private. Ekonomia e ndikimit. Si të rinj shqiptar duhen të pasurohen brenda natës. Paga minimale rritet në 50.000 lekë, përfitues 307.000 punonjës. Ministria e Financave do të emetoj për herë të parë obligacione 2.5 vjeçare. Paralajmërimet për revoltat e protesta e sotme kombëtare e Berishës blindohet kryeministria. Publikoj foton me të, aktori Zhusti, Ehmer Llapa, të thash mos e publikoje, as më shkon ndërmend të përkra. Llapaj, vetë më the. Shumë figurat të Partisë Demokratike janë konsumuar, t'i hapin rrugë të rinjve, ja si i përgjigjet Berisha qytetarit në Kurbin. Presidenti Begaj mbledh gazetarët për festat e fundvitit. Keni profesionin më të vështirë se mjekët. Pas betimit mes tymit dhe kaosit në kuvend, Endrit Shabani merr zyrtarisht detyrën si avokat i popullit. Përjashtimin e 29 deputetëve të opozitës shtyhet mbledhja e sekretariatit të etikës. Zbulohet data kur do të mbahet. Një kartolinë në epokën tonë pa kartolina. Është një shkrim nga Petrit Nika. Bill Clinton shliroi Kosovën. President Donald Trump e garanton atë me paprekshmërinë e mbrojtjes amerikane, shkruan Alil Teodori. Nga Bujar Leskaj botohet shkrimi me sektin Rama inovacioni ndëshkohet, ndërsa biznesi spekulativ shpërblehet. Rajoni, Kongresi Fshesës, Ali Ahmeti reformon BDI-n, do të largojë shumë emra kyç. Kultur, ftesë për lexim, Agron Tufa, romani Bia e Minotaurit, në vështrimin e Ahmet Prençit. Alice triumfon në Fest 64. Nën do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision 2026. Çmimet Oscar pësojnë një ndryshim, duke filluar nga viti 2029. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të zbarkojnë në hënë dhe në mars. Trump firmos urdhrin, vendosen bazat e sisteme mbrojtje raketore. Fest e çmendur e Brojës, goli i parë vjen në mënyrën e pazakontë në Premier League, janë tituj që vinë në faqen kryesore të Start News. Gazeta Tema, në faqen e parë titujt, zhgënjimi në Partinë Demokratike, me Berishën apo fletiriu që u bashkua foltoreve të Saljanit. Pse mazhoranca pret vendimin e kushtetuesës? Vajzëri në luftë, kujtimet e një fëmije përballë paqes së të rriturve. Ehmer Llapa, aktor i njohur akuzat të forta Llapajt, ma keq përdori foton për mitingun e Berishës. Kampet e emigrantëve dhe rikalibrimi i dobësisë politike, si ndryshon perceptimi për Shqipërinë kur i shërben interesave të Bashkimit Evropian. Unë jam europian, është titulli një komenti shoqëruar me fotografinë e Ylli Manjanit. Partia e Saljanit është titulli një komenti tjetër në faqet e gazetës Tema. Nga editoriali shkruar nga Mero Baze, mban titullin Korrupsioni në shpëton vetëm një situatë politike bardhë e zi. Antena brenda familjes. Muli akuzon Ramën që i ka rekrutuar Vrenozin te Big Brother. Gazeta Standard, skandali. Ergjys Agasi zhduk shishet me verë 1.3 milion euro në hundën e policisë. Spak ngelet pa verë, shpallet në kërkim Eno Agasi. Paralajmërimet e Ahmetit dhe si u zhduk koleksioni Agasit nga kantina e Verës. Grupi kriminal i Akshit licencë për para elektronike. Leja në dorë të Ermal Beqirit. Projekti TID në Durrës, shteti u prish shtëpit banorëve pa kompensim të drejtë. Investitorë strategjik si mjeti dezinformimit ekonomik. Imuniteti, hilet që përdoren socialistët për të mbrojtur ballukun. Viktor Orban përshkakton një tërmet politik evropian. Berisha, zhduke shisheve të Verës, vjedhje e bujshme shtetërore. Kapo, Bardhi nxjerr dosjen e Akshit. Rama ka rënë në rrjet. Agasi përfitoi 30.2 milion euro me një tender sekret. Elisa Xhixho, 2 raporte të avokatit të popullit faktojnë izolimin politik dhe trajtimin njerëzor të Ilir Metës.
Kalojmë tani tek Alfa Press ekskluzive. Alfapress.al siguron pamjet e depos së Agasit me 3 milion euro vera të shtrenjta. Bardhi nxjerr dosjen e Akshit. Rama ka rënë në rrjet. Me zë dhe figurë, SPAK i kap Agasit një pajisje përgjimi në zyrë. Zbardhen emrat e personave nën përgjim. Denoncimi, zhduke shisheve të verës, Berisha, vjedhje e bujshme shtetërore. Një ditë para fortunës, deputetët demokrat kalojnë të dielën në rrugët e Tiranës, thirrje qytetarëve për pjesëmarrje masive në protestë. Paralajmërimet për përshkallëzim, blindohet kryeministria për protestën e sotme kombëtare të Berishës. Janë shkrime që vinë në faqen kryesore të Alfa Press. Editoriali i këtij portali është shkruar nga Herion Delvina dhe mban titullin "Po vjen Republika e Re që shpalli Basha përpara 10 vitesh". Faktor.al, si e shkrimet, aktori Viktor Zhusti, Shqipërinë e bën vetëm Edi Rama dhe Belinda Balluku, jo ti Lapaj. Ergjys Agasi regjistronte takimet që bënte me biznesmen, polic, politikan dhe zyrtar. Saljani, dosjet Balluku dhe Aksh zbulojnë krimin qeveritar. Ermal Beqiri, akte kriminale. Agron Shehaj, Rama po përplaset edhe me perëndimin, po prishin provat e SPAK-ut. Atë hëngërshin hetuesit është Oedi, është editoriali i portalit Faktor.al. Kalojmë tani tek Publik, portali Publik kemi veçuar shkrimin "Protesta e opozitës, Rama blindon kryeministrinë". Çmontohet banda e skifterëve shqiptar në Itali. Misteri i verës që avulloi në hundën e shtetit nga vila e Gjys Agasit. Në portalin Publik veçojnë gjithashtu titujt: Aksidenti tragjik i merr jetën shqiptarit në Itali, lë pas gruan dhe 2 fëmijë. I nxori foton, Viktor Zhusti përplaset me Adretik Lapajn. Premtimi Silvinjos, bëj duet me Dua Lipën, po u kualifikuam në botror. Të kërkoj kudo e nuk të gjej, dedikimi prekës i Selvijes për Shpat Kasapin. Janë shkrime që vinë në portalin Publik. Kalojmë tani te Skyweb. Në këtë portal botohet shkrimi "Shkelje masive nga punëdhënësit". Vinë shifrat 492 gjoba brenda një muaji nga Inspektoriati i Punës. Diaspora shqiptare, rreth 1.1 milion persona në Europë, Italia dhe Greqia në krye, emigrimi i nxitur nga familja dhe puna. Agjencia e lajmeve NOA, Rama bllokoi arrestimin e Ballukut, flet Berisha, një akt puçist antikushtetues i Ramaduros. Energjia elektrike si Wi-Fi, Finlanda realizon transmetimin e rrymës përmes ajrit pa kablo. Identifikohet burri nga Tirana që e plagosën mbrëm në Durrës. Po ikni për pushime, 2 shqiptarët humbin jetën në aksident tragjik, plagoset një tjetër. Paga minimale nga janari rritet bara tatimore për bizneset dhe të vetë punësuarit. Shoferi shqiptar, babai 2 fëmijëve, humb jetën në aksident me kamion. Janë shkrime që vinë në agjensinë e lajmeve NOA, agjensia tjetër e lajmeve VNA, nga Peleshi, Gjekmarkaj deri te Zeqineja. Deputetët që u paguajnë qeran, telefonin, karburantin, madje edhe pasaportën diplomatike. Si vera kontrabandu gjet në vilën e Agasit, u inventarizua dhe u zhduk në përgjegjësinë e institucioneve shtetërore. Rama, kuvendi nuk shqyrton kërkesën e SPAK për Ballukun pa vendimin e kushtetueses. Protesta e Shqipëria bëhet para kryeministrisë, përplasje me policinë dhe thirrje për dorëheqjen e qeverisë. Tjetër përleshje mes nxënësve në Shkodër, 2 grupe adoleshentësh përplasen me mjete të mprehta. Berisha paralajmëron aleancë me Lapajn, të gjitha rrugët të çojnë në gjykatën kushtetuese. Dosje të reja zbulojnë, FBI u informua për abuzimet e Jeffrey Epstein që në vitet 1996, por nuk veproi. Histori të harruara, veshjet e para të xhandarmerisë shqiptare u sollën nga Torino. Portali Kapital veçon shkrimet, fatura e kripur e teceve lundruese në Vlorë, 62.8 milion euro shpenzim për 92.000 megawatt, ku 151 euro është megawati. SPAK me zyrtarisht të pandehur Benet Becin për afera me tendera kur drejton të keshin. Turizmi në rritje po transformon Bregdetin shqiptar. Next do vala marr premium kontribut në ndërtimin e infrastrukturës turistike.
janë shkrime që vinë në portalin Kapitali. Kalojmë tani tek Bold News, projekti TID në Durrës, shteti u prish shtëpitë banorëve pa kompensim të drejtë. 10 familje të prekura nga projekti i rrjedhëzimit të qendrës historike të Durrësit janë drejtuar gjykatës për të kundërshtuar vlerat e kompensimit të pronave të tyre. Po në Bold News bëtohet shkrimi Anatomia e një shteti kufom. Pse nuk na duhet një bordello më e pastër, por rrafshimi i saj. Është një shkrim nga Muriel Bistro në faqet e Bold News. Gazeta Koha, teatri rikombëtar do të jetë më i bukur në të gjithë Ballkanin dhe do të jetë një nga teatrat më të bukur të të gjithë Evropës. Ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës, mos u mashtroni kur shkoni për turizëm dhe martoheni atje. Keni pasoja. Gazeta Koha që del në Prishtinë, Tim Xhuda, konfliktet e papërfunduara nuk zhduken, por presin ndryshimin e rrethanave globale. Nga flaka Suroj, botohet opinioni me titull Bankomati. Suroj, vetëvendosja qeverisi me duar të pastra. Kurti ka mundësi të madhe të jetë sërish kryeministër. Lidhja Demokratike e Kosovës publikon programin, lëshon gabim në emrin e partisë. Zgjedhjet e 2025-s, dita e 5 e fushatës, janë disa prej shkrimeve në të faqen kryesore të gazetës Koha. Gazeta Mapo boton editorialin e Pres Zogajt, spaku në punën e vet. Një foto bën sebe polemikash mes Viktor Zhusti dhe Adriatik Lapajt, as më shkon ndërmend të përkrat ty. Nga pamfleti veçuam shkrimet vendi do të kthehet në Big Brother, çfarë nuk dim për projektin Smart City të Edi Ramës. Cili gjeni nga historia do të kishte qenë investitori më i suksesshëm. Një ironi e vërtet me 16.000 faqe në USB është editoriali i portalit Pamfleti. Në rubrikën politik veçohet shkrimi Alarmi italianëve. Mafia shqiptare po përzë Cosa Nostra në Sicilinë lindore. Kalojmë tani tek CNA në hapat e përballjes me Ramën. Hasimja, demokratët kanë pasur ofertë për grevë urie. Për herë të parë në Shkodër, mesazhi kryepiskopit Joan: pas Zotin nuk ndërtohet asgjë, çdo porosi e tij është për të mirën tonë. Citizens është portali ku veçuam titullin Zërin s'na e heqin dot, intensifikohen protestat kundër qeverisë. Portali lajmi i fundit, fluks në portin e Durrësit, emigrantët kthehen atë dhe, autoritetet portuale shtojnë stafin për të evituar radhët. Newsbomb, shteti së drejtës nuk është shesh për kashillëk mes pushteteve. Rama, nuk do të shqyrtojmë kërkesën e spakut pa vendosur kushtetuesja. Lajmi trisht për sportin dhe median shqiptare, ndahet nga jeta Ismet Bellova. Gazeta Bulevard veçuam shkrimin Bardhin zgjedh dosje në Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit. Rama ka rënë në rrjet. Agasi përfitoi 30.2 milion euro me një tender sekret. Ruajeni nga Edi Rama, sidomos kur ai ju përqafon, është titulli i një shkrimi tjetër që botohet duke shoqëruar me fotografinë e Edi Ramës duke përqafuar presidenten Vjosa Osmani. Durrës lajm, Durrës, festivali Tinguj të Adriatikut kurorëzon talentet më të mira në këngë. Ndodh në Durrës, portieri bën gol portieri dhe barazon ndeshjen. Janë disa prej titujve që veçuam nga portali Durrës lajm. Si çdo të hënë, në studion ton kanë mbritur dhe gazetat periodike që i kushtojnë kulturës, por jo vetëm kulturës dhe librit. Gazeta Nacional sjell ndër të tjera dhe shkrimet Shënterini i Butrintit, martiri i hershëm i krishterimit në epirin e vjetër shqiptar. Një studim nga profesor doktor Luan Përzhita. Historiku i panegireve të librit shqip në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, organizuar në 24 vjet nga shoqata e shkrimtarëve shqiptaro-amerikan, vjen me një shkrim nga Adnan Mehmeti. Editoriali i shuar nga Beqir Sina nga New Yorku mban titullin Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin në mbrojtje Kosovën si garanci strategjike. Vepra e Vilhelm Vrana Haxhirej, letërsia e ndaluar, letërsia e rikthyer, letërsia e rezistencës morale, shuan doktor Muj Buçpapaj. Lahuta dhe lidhja e saj ngushtë me eposin e Kreshnikëve. Përsëri Top Channel me prezantimin e festivalit të radio televizionit shqiptar, shkruan Flamur Buçpapaj. Libri Hamit Kokalarit, Kosova djepi shqiptarizmit, vjen në vështrimin e Jusuf Buxhovit. Del në dritë dokumenti rralli Vatikanit. Grekët antik ishin thjesht Ilir ose Ilirët e Jugut.
nga kërkimet e gjuhëtarit dhe filozofit Albert Blas Nikola nga Brukseli. Nga kudret i saj vjen shkrimi Histori e panjohur, Çajupi, student i drejtësisë në Universitetin e Gjenevës, dashuria e tij për Evgenin. Nga Angela Costa, gjysmë një kupë vere të kuqe, gjysmë një filxhan çaji. Dialog poetik mes Italisë dhe Kinës. Akademik Setki Ibrahimi, njeriu i vitit dhe zëri fort i diasporës. Në brendësi të gazetës botohen krijimet poezi nga Josef Brodsky në përkthimin e Anton Paplekës. Nga Elias Bobaj, të përkthyer poezi nga Xheladin Rumi. Misteret e imperfektit ton, poezi nga Shefik Shkodra. Balada e gjakut, tregim nga Osman Xhili. Tregim për mimozat, poezi nga Azem Baliej. Në ëndër tije ëndra jeme, poezi nga Eva Gjoni. Dritë me zërave arbëreshe nga Anila Dahriu janë titujt që shpalosen në faqen e parë të gazetës Nacional. Kalojmë tani te gazeta Ex Libris, si një ironi hyjnore dhe drejtësi historike. Vepra e plotë e Martin Camajt përjet në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë. Prej gjysmë shekulli ju mbyll dera asaj biblioteke veprës së Martin Camajt. Janë tituj që vinë nga një shkrim i botuesit Bujar Hudri. Kuratori Artan Shabani mbi ekspozitën Dhomat e Vizatimit, koleksion me 87 grafika dhe vizatime, bisedoi Ylli Drishti. Arkivi që flet, strategjitë e Martin Camajt për albanologjinë së nesërmes, një shkrim nga Ledio Hala. Albanian Book Fest, festivali i librit shqiptar në diasporë, si dëshmi e kapitalit kulturor, shpirtëror dhe intelektual. Artan Nati ka shkruar në gazetën Dielli dhe shkrimi i tij ribotohet në gazetën Ex Libris. Promovimi i fjalorit akademik rumanisht-shqip në Parlamentin e Rumanisë. 250 vjetor i lindjes së Jane Austen, librat e saj ende kanë mësime për ne sot. Kushti njerëzor i rikthimit të Hamleti, shkruan Orin Maxhari. Shqiptarës sipas Edwin Zhak, një vështrim historik dhe kulturor, nga doktor Jorina Kryesiu Shkreta. Shënime mbi librat, nga Ardian Marashi vjen shënimi Arti si joshje dhe subversion, 30 vjet nga botimi i parë, shënimi mbi romanin Nudo të Ridvan Dibrës. Romani Andreas Dushit vjen në vështrimin e Ernest Markut me titullin Në bezë të tatuazhit tënd apo Dashnis. Nga Fatbar Dhamursi, tjetër autori dhe tjetër rrëfimtari i romanit që ka shkaktuar polemika. Bemblushi jam musliman. Nga Dr. Luan Topçiu, midis terrorit dhe humorit, struktura muzikore kujtesës komuniste të Mosanga e Fatevelajt. Nga akademik Vasil Tole, libri im i kujtimeve i kompozitorit Rafet Rudi, i pari libra autobiografik i një kompozitori shqiptar. Nga Melinda Toçi, poezia e qetësisë që thumbon, recension kritik për librin Ëndrat janë fiksion të poetit Vebin Miftari. Në rubrikën Bibliotek vijnë krijimet e autorëve nga Pajdi Movad, Anima, në përkthimin e Xhimi Lazrit. Nga Arben Shala, Sofrabezi Pashkundun, Robert Zen, poeti më i madh i botës, në përkthimin e Faruk Myrtaj. Nga Florence Ilia, Gjymi prej Bakri. Arben Meksi si gjithmonë sjell karikaturën e radhës në numrin e sotëm të gazetës Ex Libris. Kemi sjell kështu informacion më të fundit përmes disa prej gazetave dhe portaleve online. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin tonë të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj Regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.